Në moshën 55 vjeçare, Sose Sheshi nga fshati Kakozi njësisë administrative Lunxhëri në bashkinë e Gjirokastrës, nisi të merrej me blegtori për të ndihmuar djalin e saj, i cili është përkushtuar këtij zanati. Që atëherë ajo ka vazhduar me pasion këtë aktivitet tradicional. Ajo tregon se puna filloi me 20 të imta dhe me kalimin e viteve i shtonin gradualisht. Sheshi thotë se blegtoria ka qenë një traditë e familjes së saj dhe vazhdimi i saj është mënyrë për të ruajtur këtë pasuri të brezave. Kam qenë 55 vjeqe në blegtori. Punua me djalin bashkë. Filluam pak në pak, për vitë të kështuar, me rimondin e të tëra. Kjo është një traditë e familjes tuaj, ndaj një? Traditë e kemë patur të familjes. Për blegtori. Unë dhe ku kam qenë të flasë, ku kam qenë në kooperativë, kam qenë në lopë. 18 vjetë në lopë. Puna në blegtori është shumë e vështirë, thot ajo, por njëkohësisht edhe e bukur. Përkushtimi dhe përvoja e saj e bëjnë këtë zanat një mënyrë të veçantë jetese, ku puna e lodhshme shoqërohet me kënaqësi dhe ndjenjë përmbushjeje. Sa e vështirë është puna e blegtorisë? Shumë e vështirë, vajza. Tani në dimër një shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Një ditë nuk paguhet. Shumë e vështirë është në dimër. Po e bukur është? Shumë e bukur. Shumë e bukur. Kënaqësi. Kur pjellin, kur mjelim, kur shumë kënaqësi. Të kënaqësh shpirti çikosh. Të vejli si bebera, të voçkële. Vazhdojmë të ditë. Djalët të vazhdojmë, po dhe unë sa të mundem të ta ndihmoj. Sa të kem mundësi të ta ndihmoj. Produktet që merr nga blegtoria i tregton dhe të ardhurat që siguron ndihmojnë në jetesën e familjes. Ky aktivitet nuk është vetëm punë, por edhe një mënyrë për të mbajtur familjen të bashkuar dhe të qëndrueshme ekonomikisht.